Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të bërë në një intervistë në lidhje me çështjen e gjuhës shqipe, protestat studentore, si dhe marrëveshjen e Ohrit, duke thënë se ai është i informuar gabim për realitetin politik në Maqedoninë e Veriut. Nuk më është dukur që në këtë fazë, kur e ke deputetin e vetëvendosjes në Vlen, të flas unë, edhe një herë po e theksoj. Jam duke bërë më shumë komentuesin, jo përfaqësuesin, sepse nuk jam përfaqësues. Në një adresim nga Studeniçani ku po takonte strukturat atje, Ahmeti tha se shqetësimi i tij është kombëtar dhe jo partijak, duke theksuar se disa qendrime po dëmtojnë arritjet historike të shqiptarëve. Duke i drejtuar drejt për drejt Albin Kurtit, Ahmeti vlerësoi rëndësinë historike të marrëveshjes së Ohrit, për të cilën tha se ka qenë baza e avancimit të drejtave të shqiptarëve dhe një nga themelet e proceseve që lidhen me shtetësinë e Kosovës. Kjo është një çështje që nuk duhet të më shqetësojë vetëm mua, por është një shqetësim kombëtar që të gjithë bashkë ta mendojmë dhe porosi të delegojmë. Jo vetëm tek Albin Kurti, por tek çdo institucion, si në Shqipëri, si në Kosovë, ashtu edhe tek Vleni, se me çështje të ndjeshme, me çështje që janë larë me gjak, nuk bëhet majtap. Ca prej nesh në Shkup, por edhe në Prishtinë dhe Tiranë, me vetdije ose jo, po ja bëjnë argatin të së keqes. I dashur Albin, marrëveshja e Ohrit e vitit 2001 është gurthemeli edhe i planit të Ahtisarit për pavarësinë e Kosovës. Për këtë marrëveshje gjak derdhën edhe vëllezërit tanë nga Kosova dhe Shqipëria. Ahmeti theksoi se marrëveshja ndonse kompromis ka sjellë përfitime të mëdha për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Ai kujtoi gjithashtu bashkëpunimin institucional me Kosovën gjatë kohës sa ishte pjesë e qeverisë. Unë e lash presidencën duke folë shqip në çdo komunikim, bashkë edhe me qeverinë, kuvendin, komunal, policinë dhe të gjitha institucionet shtetërore. Qeveria ime, Albin, të ftoi në Shkup për mbledhje të përbashkët ku folës shqip, edhe ti, edhe ministrat e mi, nga fillimi gjerë në fund. Qeveria ime, Albin, e la të gatshme rrugën Shkup-Blac, kufirin e përbashkët me Kosovë, kalimin e kufirit me letërnjoftim, ndërtoi korridorin e 8, realizoi projektin për rrugën Tetov-Prizren dhe ta dha ty të gatshëm para 5 viteve bashkë me 11 marrëveshje tjera bilaterale. Qeveria ime, Albin, e njohu pavarësinë e Kosovës. Mëtej Ahmeti kundërshtoi deklaratat e Kurtit për respektimin e vullnetit të qytetarëve, duke thënë se koalicioni Vlen nuk përfaqëson shumicën e votuesve shqiptar në kuvend. Sipas Ahmetit, mungesa e legjitimitetit politik ka pasoja të drejtpërdrejta për shqiptarët. Në fund të reagimit, lideri i BDI-s ngriti shqetësime për ndikimin serb në Maqedoninë e Veriut, duke kritikuar emrimin e Ivan Stolkovićit në postin e ministrit përgjegjës për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit.